Ky emision mundësohet nga Nota, Kulminant, Ona Dent, Megasun, Gate Club, Cozy Home, Hana Botanics. Përshëndetje, mirë se po takohemi edhe këtë javë bashkë. Kam kënaqësinë që sonte kam një artiste shumë dashur për publikun, po edhe për mua. Sonte me mua është Nora Strefi. Faleminderit ty, e pas ke bo shumë bukur. Apo të pëlqen? Po, skena shumë e mirë, ngjyra verore, tamam freskt, nice. A je rahat kështu te ulësja? Okej. Te Nota mund mi gjetë krejt ata që ju pëlqejnë, ka me shumë modele tjera. Tregom që e të bo këto ditë të nxehta vere, e di që je angazhume edhe ke gjetë kohë dhe me artësit. Kom bo disa ditë pushime, dhe pse jo aq sa do doja. Kom qenë disa ditë me mamin edhe vajzën. Po kisha dasht me i bo dhe disa ditë pushime për me marrë edhe pak energji. Je angazhume këtë verë, besoj në për shumë rami muzikore. Po. Edhe e di që u pa dal një lajm herët që Nora Strefi në përdasma dhe njerëz se kanë keq kuptu, kanë menduar që Nora po kënon popullore në përdasma. Ata sqarojnë që të mohabet çysh është e vërtetë. Nora e kënon programin e vet, kudo që më ftojnë. Speciale, domethënë. Po, kudo që më ftojnë edhe kudo që ndihem e mirë pritur, shkoj me kënaqësi. Mundohem gjithmonë me jap 100% shintem, edhe për mua është më e rëndësishme që publiku me shiju muzikën tem. Kemi me folë për krejt këto sene në vazhdim, po du me janis prej projektit fundit që ke publiku një EP edhe që ka shku këgja mirë, edhe na kish pas mungu Nora me disa këngë për një herë. Po, pse që e zgjedhje se dërmës me Muharrem Ahmetin? Po, pse jo, gjithmonë kom qenë e hapur për bashkëpunime interesante. Do me thonë, kom bashkëpunu me artistë zhandrëve të ndryshme. Një pi edhe me Muharremin, Sinanin. Kur më pëlqen ideja e projektit, kom qef me eksperimentu. Pavarësisht zhandrit apo profilit të artistit, unë më shumë nisëm prej asaj, kur besoj që mundet me dalë një këngë e bukur për publikun. Po në me sa kom dëgju prej njerëzve, prej producentave, kështu jashtë televizionit, biseda, shpesh kom dëgju që thonë Nora Strefi ka një farë dhuntie me e ditë se cila këngë është hit, me zgjedh. Në këtë vjeta kanë thonë ty, po kështu kom dëgju. S'ka në farë formule për këngë të hite. Unë kam intuitën me zgjedh këngë që më prekin mu, po edhe unë kom mendu për disa këngë që kanë më bo hite e nuk janë bo, ose për disa që më kanë befasu për disa tjera. Ti e më të në skenë 2003-2004 kur të dalë? 2004. 2004, edhe stadiona 2026, 22 vjetë, edhe rrugës për 30. Po. Edhe prej që aty në fillimeve tua dhe sot, sa ka ndryshu koha si pas teje, sa kitit fështirë, e dim krejt që shka qenë koha atër për me bohite, e dim që është sot për Nora Strefin, që është edhe që shka shku shkyrë këtem me qenë prap e pranishme, edhe prap aktive, mas gjithë këtyne viteve. Po, edhe qysh kur mundoheshëm, kur përkushtoheshëm, nuk bën kompromis me cilësin, publiku e vren gjatë, e vren sinceritetin edhe mundu çdo projekt me qenë sa më i veçantë. Shpesh kom dëgju që artistat sot, që janë me shumë vite karrierë, thonë që shumë shtime me gjithë qatë hitin, ndoshta kanë ndryshuar edhe njerëz, producentat, tekstshkruesit ndër vite. Unë mendoj që ata tekstshkruesit dhe producenta janë gjallë akoma, apo veç nuk e di pse nuk punojnë ndoshta. Po, edhin qysh, tash ma shumë po publiku po i konsumon ma shumë singles, për pare më bo ma ti për albume, ndoshta dhe gjithë po koncentrohen me bo këngë ma shumë single. Ta albume të kanë bërë deri sot? 4, jo ma shumë. Okay, atë kujtohet albumi parë që e ke publiku? Angel, po, kujtohet. A ki hala? Jo, se kam. Pse? Me thonë drejt, duna me këqyrë kum kamet, edhe besoj mami ma ka ru dikon se ajo është të kujdeshme edhe miru në senet, po që duna me këqyrë dika nëse më kam nejt dikon. Unë e kom gjetë në shpe. Oh my god!
Wow, Do më si e thonë, normal. Ani videokaset, koha e kasetave atëherë. Kjo, do me thonë edhe që periudhë unë e kom në E zonë. kem rrje dhe kaseta, do më thonë. Kur isha qëto foto që tash, qatë kujtojnë. Shumë nice. Që kjo ka qenë my favorite, guys, do me thonë që kjo. Shumë e mirë. Edhe së shike ndryshu me thonë drejtën. Edhe që kjo. Sa vjeqe ke qenë këto? 18. 18. 18. 18, tu i bona 19, që atërë. Okej, këtu ka qenë besoj edhe Kanga Taksi. Po, dhe ka nga taksi, o zë qëfar emocioni ka qenë taksi. Qysh ka qenë, apo na tregon që atë historinë e Oh, Taksi? qëfar nostalgjia. Po, atë në qysh, se kom di qysh kanë me prit publiko, po kom besu të ka nga taksi, edhe të vetja, po edhe kom pas më mbështetjen e familjes. A ke pas kështu të fuqeshëm vendimin për me hyrë muzikë, apo vesh ke thonë të provaj? Jo, fuqeshëm, E bindu 100%. shashtrisën. Edhe unë e di që një deklaratë që ku më bën Kreziot, më kujtohet, pa të thonë që në fillimet e Norës, kur Nora ka qenë u bë pjesë e industrisë, kolegët nuk është që kanë prit mas mirë të mbot se kanë llogaritë si një konkurrente shumë të fortë në industri. A e keni që të... Po thua, a e keni që të sen, A e keni... a e pa të ditë, A e pa të ditë? tash më ke këthy shumë rapa, a beson nuk e di, isha në ato fillimet e mia, me stres, me emocion, edhe shkumbini është njeri mirë, ka prit mirë, edhe nuk e harroj dhe me thonë që është mundu me mbrëndit të top këngëtarët në atë kohë, edhe është shumë e rëndësishme, edhe sot mendoj me ju ndihmu artistave të ri ose s'paku mos me i prit keq, sepse kur ki talent edhe kur punon shumë, edhe pse je këngëtar në skenë që një kohë, prap nuk ta zën vendin askush mendoj. A keni qa xhelozin ndoshta prej kolegeve? Pa, ja din qysh xhelozi ka në çdo profesion, a din, po unë kur s'kom dasht mi pa që ato sen, edhe gjithmonë e kom qyrë veç punën tem. Sot a ka xhelozi, apo ma shumë ka pas atëherë? Gjithmonë, po thamë, si në çdo profesion, ka pas edhe ka, pa tjetër. Po me që a mundesh me pas në estradë? Po me që pa tjetër, unë kam kolegë që i respektoj edhe kam raporte shumë të mira me ta, po shok të ngusht, ndoshta s'do të thot mi pas krejt, ose shoqet ngushta i kam veç motrat e mia. Ty të kanë mjaftu motrat gjithë. Po. Kur jemi të albume, titulli Angel, pse? Titulli Angel pse për fat keq, babi sa pa ta fillu karjerën edhe ka qenë mbështetja ma e forte e jamja, më thonë atë ko ka pas ndru jetë edhe pa ta vendos me titullu albumin tem të parë Angel, se mu duke që edhe pse ka shku në atë botë, a i prap po na mbron si një angel, edhe është si një angel mbrojtës për krejt familjen. Kështu që për qëtë arsye. Ani pas ka një kuptim shumë të mirë edhe të Po. kthen në kohë. Shumë të mirë. Po, karriera jote nuk, do të thonë, që shëshëhonës, se të paktën të kom përcjell prej fillimeve tua si fëmijë atëherë, edhe që kam ka bo për shtypje gjithë ka qenë energjia jote në paraqitjet e tua, qoftë videoklipe, qoftë në për evente, festivale, etj. Edhe sidomos investimi në videoklipe. Më kujtohet ajo periudha ndoshta 2008-2009, Po. kur pati dal Intermedia për herë të parë produksioni, edhe e di që me Nora i Strefin u patëm bë të njohur në publik, edhe klipet e tua në atë kohë ka qenë shumë të veçanta. Sidomos vetëm mua, me ato ujin, me ato ngjyrat, Po, mas ma dy veror, shok, pak ma. edhe e ke pas që t'impaktin gjithmonë edhe që t'paraqitjen skenike që ke dallu prej tjerave. E di që ke investu gjithmonë, sa ka në vështirë me qenë unike. Faleminderit, shumë rahat parë. Unë gjithmonë kam besu që edhe ana vizuale është, do me thonë, art,
në vete dhe jam përkushtu që edhe kom investu, edhe jam përkushtu që me dalë sa ma mirë. Kështu që po, kom investu në atë kohë në klipe, në këngë, tekste, që me qenë sa ma on top. Edhe gjithmonë e ke pas, ashtu, ke qenë në atë top 3-shën e artistave, gjithje sill që atë, nuk është që ke pas shumë ullje ngritje si disa, që kjo nështë është ma e vështira me arrit. Me menaxhu, me arrit. Po, edhe unë mendoj që ashtu, s'ka qenë e letë, kom pas qef me punu, me përkushtim kom punu në këtë punë, edhe me dalë sa ma mirë gjithçka. Mas ne erdhë një kohë ku Nora Istrefi u martu, ngeli shtatzan, po prap shtatzania nuk e nali që me pauzu prej muzikës. Ke qenë ndoshta ndër emrat e parë që ka qenë kështu shtatzania publike, përcjellur prej mediave? Po, e vërtet, shtatzania ka qenë, domethënë, krejt ato kolegët e mia ma përpara që ishin boveq nana, ishin faktikisht të harrume një farë forme prej industrisë muzikës edhe nuk ishin as pak aktive. Edhe pak nuk është që s'm pat frigu kjo pjesë, po se di dyqysh kur erdh një trene, unë përkundrazi e kom pas një inspirim më të madh. Edhe kom thonë kjo është puna që unë di me bu mas mirë, pse duna me undal, s'ka në arsye, edhe fizikisht u duksha mirë edhe u ndisha mirë. Dhe më kujtohen do lojme që thëshin Nora Istrefi ka hek brit. Sot, po bre. Nuk është e vërtet, ha? Jo, inshallah, tamam puna. Edhe rikthimi jëtë në bas shtatzanisë, më duket që ka qenë prej ma të fuqishmëve me këngën e Florit. A është e vërtet? Po, kënga a e ke ditë ka qenë refreni Florit, pjesën tjetër të këngës e pa ta bo vetë me Nurtelin. Po, ka qenë një super rikthim edhe kënga o pa të bo shumë hetë në atë po. Do me thonë, pa ta shpërthy mas shtatzanisë. Edhe gjithmonë e ke pasat vëmendjen e medjave për lidhjen, martesën, shtatzanin, bla bla. Sa të ka pengu qëto lajmet se do kësh ase tipi që nuk është që e vral menjen fort se që është? Qitanin shumë, po, që me thonë për këta, po, mediat kanë qef pak të kjo pjesa private, pak me të ngucë ose me nëzirë diqka, po, për mua ditë shumë moti që për një kohë gjatë kemi qenë, do me thonë, me Robertin edhe kaq, nuk është që kom lëviz shumë as në këtë pjesë. Po, për shembull vitet e fundit, prapë ke marrë vëmendjen te kjo pjesë me faktin që e keni raport shumë normal me Robertin, për shkak se keni një fëmijë bashk, edhe njerëz ndoshta mentaliteti jon nuk e pranoj në fillim këtë pjesën që me pas komunikim ose një raport mirë me ishin tënd. Edhe kjo ndoshta ka qenë një sfidë për ty për me menaxhu dhe mos me të lëkund në karrierë. Po, e kom menaxhu shumë mirë edhe mendoj që duhet më pëlqen shumë bashkëpunimi që kemi me Robertin, të mirën që ja dojmë një tjetrit edhe që mundohem maksimumin me dhonë për qikën, edhe kuptojmë një tjetrin raport me qikën. Edhe kulmi ka kur e pa Nora Istrefi në emision me Robertin. Në emision, da kuku. Edhe ka nga sa më mungën natën, dy shok. Natën, po. Ka pas në mesazh të kodum? Jo, s'ka pas. Thjesht si çdo emision tjetër. Okej, Roberti thaj që Nora është këgja këprace. A është e vërtet ajo? Jo, mendoj që e ka thonë me hajgare. A din që shune kursej, po tani me një moment blej diçka shumë të shtrejt pa nevojë dhe binë krejt poshtë ato. Cila është ajo gjaja më e shtrejt? Po thamë, nuk e di. Tani bjen ujë krejt ajo. Me siguri veshje në sen? Me siguri. Ose çanta? Ose në makinë? Për makinë s'ma një shumë. Si e shumë e dhënë të mas? Jo. Okej. Vazhdojnë me qenë raporti me Robertin si gjithmonë? Si gjithmonë. A e kitë vështirë me menaxhu? Se kemi pa që keni qenë edhe me pushime më duket bashkë, tash s'fundme. Nuk është e vështirë, jo, për
kur është pyetje fëmia, mendoj që duhet patjetër. Edhe me shku në pushime bashk? Pse jo? Për hatër të fëmijës, pse jo? Kur është raporti mirë. A i keni pas domat e ndame, jo? Në pushim? O, sot, qa vetë këtë është? Nuk po du me t'u përgjigj. Okej. Nështë ka mundësi që ka naj shenjë të rikëthimit ose diçka? As t'u s'du me t'u përgjigj heq, ma mirë. Pelojnë për një herë tjetër. Po du më këthi të festivalet, Top Fest ke qenë, Kënga Magjike ke qenë. Bile qaq shumë u patë komentu në atë kohë të Kënga Magjike, veshja jote, sa që e murë vëmendjen e krejt festivalit, a ka të brendshme në ora i strefja jo? O, sot, normal që ka pas brendshme, s'kisha gucu me dalë. Po, për mu ka qenë shumë e rëndësishme edhe ma ka thonë një audiencë më gjërë, prezenca dhe pjesëmarrja në festivale, edhe jam shumë mirënjohëse për krejt dashurin që ko marrë prej publikut Shqipërisë. Po dhe ki pas këngë të bukëra realisht. Tepër mirënjohëse. Më kujtohet kënga Le Mama, edhe aty me sa e diknën edhe era. Po, era o konë një refresh i karierës tem, që ma ka dhoni kështu një refresh, ka ndihmu në këngë, në krijimin e këngës, bashkë me Big Bang. Po thuj se gjithmonë ka pas gesht nga pak. Okej, po du me nguvi që pjesën ku unë e menej që është era, ti konfirmu ma ashtë nësë është. Okej. Qëto jetë? Unë jam, po. Qëta shenë era, po? Era i ka bo back vokalet. No, unë jam. Po dhe po kombinim me era në back vokalet. Back vokalet, po. Tekst. Edhe njështë nuk e kanë drejtë korë. Apo? Po back vokalet mundet me t'i bo, po me ne edhe. E vërtet, po që njështë nuk e kanë drejtë atë ngjyrën e erës në shtasekin edhe kombinimi juve nuk është që vërret mas ne kur të... Po, e vërtet. Po, era i ka bo back vokalet e Le Mama, gjithashtu dhe ka pas gishtë dhe në këngë. Jam shumë krenare për Erushen, kom ndjek gjithë rrugtimin e saj nga afër edhe më gëzën çdo sukses që arrin. Edhe kemi qenë gjithmonë mbështetje për njëna tjetrën. Po, në fillim, a ka qenë ma e vështirë mu njoft era si Nora, motra e Norës, derisa e ka bëhat emrin e vetë, edhe te e di që e kje maksimumin. Oh, your era sister! Ndroj loja, masane. Ndroj loja. Po të gjithmonë e ke suportu në të dyja situatat, apo? Po, pa tjetër. Edhe sot era prapë është aktive në treg, edhe personalisht mendoj që është një ndër artistë që ka lënë vull në tregun tonë, edhe përkundër moshës ka dhënë shumë. Po du me ditë shijen tënde përveç erës dhe vetës, edhe dy artistë ndoshta që ti menon që jo që janë ndoshta të suksesshme për momentin, po në gjithë karrierën ose historinë e muzikës shqiptare kanë lënë gjurmë. Po ti përmerri një 3 emra dhe ti tregon si artiste sa vlerëson. Okej. Genta Ismaili. Për Gentën mendoj që ka qenë një këngëtare shumë e mirë, edhe nuk e kam kuptu pse e ka ndërprej edhe pse u zhduk, të me thonë, prej skenës. Mendoj që ka pas ma shumë për të dhënë. E vërtet. Elvana Gjata? Elvana është këngëtare shumë e mirë, vazhdon tjetë edhe Elvana pëlqen se përkushtohet shumë projekte dhe mundohet me i qitë sa ma të sakta, sa ma të mira. Edhe dhurata Dora? Po, edhe dhurata prej artisteve të reja është kogja e përkushtume, shihen projektet e saj, gjithashtu të investume, të mendume. Mu më vjen mirë që je ka që hapon për kolekt, sepse shumica hezitojnë ndoshta me i përmend ose me i uru, ose mendoj që duhet me qenë sa ma se cili ka publikun e vetë, edhe në funditës që këtë bën veçantë edhe të bën artist. Për mu që që thash ma herët, era është numër 1 prej këngëtareve, jo pse është motra em, po pse është shumë e talentume dhe është shumë e veçantë. Ma mirë se ti nuk ja den kërkosh kapacitetin. Bravo, po. Kështu që hala s'kemi pa as mos të në gjysën e kapacitetit tërës. Edhe unë e pajtohem me këtë deklarat. Apo pajtosh? Pajtohem, ma se që dalim sonte. Kismet nas intervistës më gejtë. Po, para se me shku, po du me të pyt pak ma se dolim të era e ki edhe motrën tjetër edhe vëllaun.
Më duket se Nita është atë zena. Jam bo tezën. Hajde për hajde. Që lajmi putrintit. Urime. Po jam gëzu shumë tepër. Edhe Nita ka bo një qik tepër të mirë. Si kukull, si loqk, tepër e mirë. Me nësë s'po pres me pa. Se ke taku akuma? Jo, se ka linë Londër, kështu që njerë. Super. Mami ka bo gjyshe prap? Mami bo gjyshe prap. Unë e remi bo teze. Edhe Bledi? Edhe Bledi, daj. Ani urime, po zërot familja. E të kjo Ja. pjesa e fëmijëve, a ke mendu mi a bo një vlasin një motër e nesë? Pasha zotin butren që ka me thonë, kisha pas qef për Renin, mos me mbet vetë, se unë jam e plotësume me krejt dashnin e botës, do me thonë nuk më duhet edhe një fëmijë tjetër, se Renin e kom loqën ma të madhe në jetën tem, po ka njëherë mendoj sa ma thu, a është okej me lon vetë. A e kërkan ajo një gjë të tillë? Jo, ajo nuk e kërkon, edhe thot që është okej vetë. Nuk e di, që ka shkru Zoti. Po nëse vjen, Tash, nëse vjen. Nëse vjen, mirë se vjen. A je pro këtyne shtatzënive me IVF që në komentu shumë kohëve të fundit? Po, pse jo? Okay. Po sa i përket statusit tënd aktual, a është dashuruar Nora Istrefi? Sa i përket statusit tem aktual, kur ka diçka, pa tjetër që keni me marrë vesh. Nuk ka diçka alo. Single? Po, për deri sa s'ka diçka, që ashtu për bjen. Të kalojmë pak te muzika, e kemi pa një bashkëpunim me Tunën që ka ecë shumë mirë, edhe e keni pas premtu që vjen edhe një, po sikur... E lajt atë punë të ja. Lajt krejt, që ndodhë? Me shumë kënaqësi e kisha bo edhe një këngë me Tunën, në darnë, pse jo. Si di, do më thonë, mujna me prit. Mes dy ish-kunatave. Po, shoqeve, ish-kunatave, kolegeve, raportet janë të mira, pse jo. Unë kisha pas qef. Edhe ajo besoj që ka që. Besoj që po. Inshallah na del një këngë e mirë. Inshallah, e përshëndesim Tunën. Nor, po du me të pyet pak edhe për këto problemet emocionale që i kanë të rritë sot, angth, stres, panic attack. A ke kalu në për tona i herë edhe çfarë mesazhi kështë e dhanë ndërsa? Po, edhe unë kam pas vështërsi, si çdo njeri, po që edhe mendoj që është e nevojshme me u folë sa ma shumë problemet ose shëndeti mendor, edhe duhet me kërku njeri ndihmë kur ka nevojë. Çfarë periudhe tjetës i ke pas? Po, kuptohet pjesa e divorcit, pastaj edhe pjesa e babit, si që thash më herët. Po, për fakt mirë, kam mujtë me menaxhu falë familjes, shoqënisë, po nuk është turp edhe me marrë ndihmë prej profesionistave, as pak. Nëse nuk i diçka tjetër, unë po të falenderoj shumë. A fola në qysh, a fola? Fole, mirë shumë. E knaqe. Mbe fastove. Për mirë. O, zot. Se mos jam shumë me fjallëve, ma shumë punë. E di. Fjallë, ma pak. Po të falenderoj edhe njëherë shumë që ishe sot me mu. Faleminderit ty edhe njëherë që më ftove edhe të uroj sa ma shumë emisione sa ma të mira këtë verë, edhe i përshëndesim krejt këta që po na këqyren, bashkëdhetarët tanë që vinë tash verës, kënaquni sa ma shumë, ju duam. Faleminderit shumë, na po vazhdojmë pas pak për më kënaq pak në gate, edhe shihemi herën tjetër. Faleminderit shumë. Ka që këshin sa i përket kësaj interviste, e ne do të lëmë takim përsëri javën e ardhshme. Deri atëherë, mirëmbëjtje.